Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po vazhdojmë të takohemi në kanalin Monitor TV ditën e sotme për të sjellur ngjarjet më të fundit dhe më interesante në fakt që po ndodhin mes çiftit Egli dhe Gjesti, por gjithashtu edhe jashtë saj në këtë rast mes Xheneta Fetaut. Xheneta Fetau për herë të parë natën e mbrëmshme ka reaguar në një mënyrë ironike duke tallur Eglin edhe Gjestin në Instagramin e saj me një video, duke thënë së bashku me ish banoren tjetër të Big Brother VIP Kosovës, Brikenën, që dashuria e Gjestit edhe Eglit është aq e pastër sa mund të duhemi unë edhe Brikena. Vajzat kanë ironizuar marrëdhënien e tyre, siç duket xhelozia ekziston brenda tyre dhe ndoshta Xheneta ka patur një pretendim se ndoshta Gjesti mund të vazhdonte një diçka me të jashtë shtëpisë së Big Brotherit, por Xheneta siç duket është koherente në qëndrimin e saj të ftohtë kundërdrejt të Gjestit dhe duke nxjerr atë gjithmonë e më keq nëpër të gjitha daljet e saj publike. Vetmja dalje që Xheneta ka mbrojtur Gjestin ka qenë momentin kur Jozi ka goditur Gjestin me shëpull. Mbrëmja e finales së Big Brother VIP Albania 4 ishte një mbrëmje emocionesh, fitore dhe dashurie. Mes shumë buzëqeshjeve dhe entuziazmit, dy figura që ndruan në qendër të vëmendjes. Gjesti, fituesi madh, dhe Egli, vajza që pa dritë në sytë e tij dhe në ditët më të vështira brenda kësaj shtëpie. Por nuk kaloi shumë dhe në sfondin e këtij suksesi një zë i njohur nga e kaluara u ngrit me hije dhe skepticizëm. Xheneta Fetau, ish banorja e këtij edicioni dhe ish e dashura e Gjestit, publikoi një video në Instagramin e saj që ndezi debat dhe zhurmë në rrjetet sociale. Me një ton ironik, ndoshta edhe pak përqeshës, ajo hodhi hije mbi lidhjen që po përflitet sot si një nga çiftet më të përfolura të këtij sezoni. Sipas saj, Gjesti dhe Egli nuk janë një çift i vërtet, por një skenar i mirë llogaritur për të tërhequr vëmendjen e publikut dhe për të zgjatur shkëlqimin mediatik të pasdaljes nga Big Brother VIP. Kjo nuk është një dashuri, kjo është një teatr, shpreh Xheneta në videon e saj. Gjesti di të luaj mirë rolin e të dashurit, e kam njohur. Ai nuk është i aftë të dojë askënd me zemër, ai përdor ndjenjat për të manipuluar dhe Egli s'do të jetë përjashtim për të. Por në këtë pjesë lindin shumë pyetje. A është ky një reagim i një vajze që ende se ka përtypur faktin se djali që dikur ishte në krahët e saj, tani mban dorën e dikujt tjetër? A është kjo një luftë me inat, jo me realitetin? Mos ndoshta është e vështirë për Xhenetën të pranojë se publiku e pa me më shumë sinqeritet te sytë e Eglit se sa në lidhjen që ajo pretendonte që kishte pasur me Gjestin. A është Gjesti një djalë që luan me ndjenjat, apo thjesht një njeri që kërkon një lidhje të vërtet në një jetë ku shumë e kanë lënduar? A është Egli viktime një lojtari, apo zgjedhja më e ndershme që ai ka bërë ndonjëherë? Fjalët e Xhenetës ishin të rënda. Ato nuk linin hapësirën për mirëkuptim. Përkundrazi, ajo shkoi deri aty sa të mohoi çdo aftësi të Gjestit për të dashuruar ndonjëherë një femër me zemër të sinqertë. Por nëse ai ishte kaq mashtrues, pse Xheneta e kërkon pas në shtëpi? E kërkonte pas në shtëpinë e Big Brotherit. Pse ndjente nevojën ta komentonte edhe tani, kur gjithçka duhej të ishte e kaluar, dhe pse Xheneta hyri pjesë surprizës së Big Brotherit në lojën e mos reflektimeve? Pse nuk heshti si të gjithë ish banorët e tjerë që zgjodhen të mos ndërhyjnë në një rrugtim të ri? A mos është ky një kthim xhelozie? Një lëvizje nga inati që sarin ta ketë Gjesti në krah, as brenda shtëpisë e as jashtë saj? Në këtë lojë të re ndjenjash u përfshi edhe Brikena, ish banore Big Brother VIP Kosova, e cila i dha një ihon fjalëve të Xhenetës duke quajtur Gjestin djalë të rrezikshëm për vajzat naive. Por nëse vërtet dashuria e Eglit për Gjestin është naive, a nuk është pikërisht kjo që e bën të pastër? Dhe nëse Gjesti vërtet është një manipulues, pse zemra e një vajze aq të qetë dhe të ekuilibruar si Egli zgjodhi të qëndrojë pranë tij deri në fund? Mos vallë Xheneta nuk po duron dot që në vend të saj tani është një tjetër që po i merr përqafimet, vështrimet, duart dhe ëndrat e një njeriu që dikur e quante i imi? Mos vallë
ajo e di thellë në vetvete se ajo që ndodhi mes tyre ishte thjesht një kapitull i mbyllur dhe tani po përpiqet të shkruaj vetë fundin e një historie që nuk ka më dhe nuk është me saj. Dhe në fund, a do t'ishte ky reagimi kaq i fortë nëse fituesi nuk do t'ishte Gjesti? A do të kishte bërë zhurmë Xheneta nëse Egli do t'ishte në krahët e tij, nëse Egli nuk do t'ishte në krahët e tij, por dikush tjetër? Rrezik më pak për egon e saj? Publiku nuk është budalla, ai sheh, ndjen dhe lexon me sereshtash. Dhe mbrëm, ajo që u pa në sytë të gjithë shqiptarëve nuk ishte thjesht një fitore me një çek. Ishte një fitore me ndjenja të vërteta, një përqafim i ngrohtë i mbushur me ndershmëri dhe shpresë. Ndërsa disa zgjedhin të ndotin atë që nuk munden ta kenë më, të tjerët zgjedhin të ndërtojnë në heshtje një marrëdhënie që mund të jetë gjithçka përveç se një marrëdhënie e rem. Pas gjithë këtij shpjegimi, tash do t'ju sjell videon që Xheneta Fetau ka folur për Gjestin. O njerëz, ma qefti jena unë edhe Brikena, se do që e ka natën e fundit bashkë edhe ma kërësën mu po bashkë, është për kapë. Posta raketë. Nesën janë i muj duhet. Duhet të dënë qështë edhe ndoja veç. E dënë publiku, e do fama. Një javë ma gata. E pse po konë? Po kaj se në si në vanë. Se në ata fundit se shaja kërmove së atje. O njerëz, ma qefti jena unë edhe Brikena, se do që e ka natën e fundit bashkë edhe ma kërësën mu po bashkë, është për kapë. Posta raketë. Nesën janë i muj duhet. Duhet të dënë qështë edhe ndoja veç. E dënë publiku, e do fama. Një javë ma gata. E pse po konë? Po kaj se në si në vanë. Se në ata fundit se shaja kërmove së atje. O njerëz, ma qefti jena unë edhe Brikena, se do që e ka natën e fundit bashkë edhe ma kërësën mu po bashkë, është për kapë. Posta raketë. Nesën janë i muj duhet. Duhet të dënë qështë edhe ndoja veç. E dënë publiku, do fama. Një javë ma gata. E pse po konë? Po kaj se në si në vanë. Se në ata fundit se shaja kërmove së atje.